Përshëndetje zoti kryeministër, gjithashtu edhe ekipit tuaj, nga ne si bujq privat. Ke një përshëndetje të madhe për punën dhe verisimin e gjithë bujqëve që ke bë deri sot. Misionarët në Bashkinë e Cerikut, unë kisha një pyetje për problemet e dokumentacionit të toka bujqësore. Por mua, si fermer, unë kam një certifikat, kam i kartë identiteti që quam filan. Nësa, me tokën, sot në rrim në ajer. Jemi të pa, si mund të thonë, bashkangjitur me pronën që neve punojmë sot, me tokën. Kështu që unë kisha një pyetje, çdo bat me dokumentacionin e tokave, se ka një procedurë shumë të gjatë dhe ka shumë sorallati për ne bujqërit, që nuk na del koha të sorallati me poshtë larg, sepse në angazhimin total të punës tonë në bujqësi nuk na jepet mundësia. E para, e dyta. Po thuj se mbi 50-60% e këtyre fermerëve që punojnë sot janë në moshë madhore, pra në pension. Punojmë, edhe unë që flasë, punojmë sepse ky pension nuk ka. Tani, minimaliteti i këtij pensionit sotëm, për ne është mos të jetojmë dot në ana ekonomike. Çdo të bëhet, ju falenderit për mirëkuptimin dhe urojmë suksese në 11 maj, në mandatin e 4 me dorën 5 dhe përgatitur për mandatin e 5 me dorën 5 përsëri. Ju falenderit. Mirë, shumë faleminderit për pyetjet. Të dyja shumë të rëndësishme. E para për sa i përket regjistrimit, është vërtet që ka marrë shumë kohë, por nga ana tjetër duhet të keni parasysh që nuk është një punë e lehtë, për më tepër duke u nisur nga gjithë ajo rrëmuj totale që ne kemi gjetur në kadastrën e shtetit. Tani ka filluar puna për sëmbari, po bëhet gjithë regjistrimi i inventarizimi digital, pra i kompjuterizuar i tokës, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, është pjesë e angazhimeve tona në procesin e antarësimit. Parashikohet të përmbyllet i gjithi si proces i digitalizimit deri në 2028, në ndërkohë që janë dy komponentë që duhet ndaj me ju. E para duket sikur s'ka të bëj me ju, sepse quhet paketa e maleve dhe ju jeni në fakt mes fushave, ku ne kemi bërë një hap të rëndësishëm për sa i përket pronësisë, duke ju dhënë mundësi të gjithë atyre që e kanë pronën faktike, por nuk e zotrojnë juridikisht, sepse nuk kanë dokumentat, dhe ndërkohë në ato territore nuk e kanë pranuar 7501. Ndërkohë që ligji i ri që ne bëm 2020 kërkon shumë energji për të zbatuar, sepse nënkupton që të gjithë kufitarët duhet bien dakord që të pranojnë që kjo është prona jote, dhe ka kufitarë që janë atje, ka kufitarë që janë në Amerikë, ka që përgjigjen, ka që s'përgjigjen, kështu që do marrë kohën e vet. Po ama ndërkohë, ne do të japim mundësi të gjithë atyre që duan të investojnë në këto toka, që me një dëshmi të Këshillit Bashkiak, pra të konfirmuar nga Këshilli Bashkiak, që po, kjo është toka e filanit, të hynë në marrëdhënie me shtetin, sepse ajo figuron tokë shtetërore, ta paguajnë 1 euro vetëm, të bëjnë investimin e tyre, dhe në momentin kur përfundojnë investimin, ta regjistrojnë si tokën e tyre. Ky është një proces për të kapërcyer gjithë llojet e pengesave që janë burokratike, ndukje, po janë edhe
ligjore. Edhe për mos krijuar konflikte të reja, se boll konflikte janë krijuar në vite nga rrëmuja që është bërë me prona. Tani, të njëjtin koncept ne duam ta shtrim tek toka e punuar. Pra, ju e keni një tokë që siç thatë e keni me certifikatën e përdorimit, keni nipt si bujk, si fermer, por nuk e keni në hipotek. Dhe në ndërkohë, toka juaj prodhon në mënyrë të vazhdueshme. Jemi duke punuar që të njëjtën gjë të bëjmë edhe për këtë pjesë, duke kërkuar përsëri që Këshilli Bashkiak të marrë përsipër, të jap dëshminë që kjo tokë është një tokë që punohet dhe këtë gjë e verifikon lehtësisht edhe Ministria e Bujqësisë me strukturat e saj, dhe që kjo tokë i përket filanit. Pra nuk ka konflikte, nuk ka... Kjo është pak a shumë përgjigja për pyetjen e parë. Në ndërkohë që siç thash, procesi i regjistrimit do të shkojë përmes digitalizimit, përmes inventarit. Dhe inventari në kompjuter do të bëjë të mundur që të mos ketë më mundësi të merr letra, çor letra, fut nxirr letra lart, krijo pronar që si janë pronar, ngatro dynjan me letra. Kjo është e para. Për sa i përket çështjes pensioneve, kjo është çështja më delikate përsa në aspektin e buxhetit të shtetit. Dhe në aspektin e kapaciteteve që ka shteti. Shumë kush tregon shumë pralla për këtë punë, por e vërteta është që ka një logjik shumë thjeshtë se si funksionon. Pensionet dalin nga fondi i sigurimeve shoqërore. Dhe janë rezultat i asaj që njerëzit kanë paguar nga paga e tyre për pensionet e tyre. Dhe logjika është që kush ka i paguan sigurimet shoqërore sot, me ato sigurimet shoqërore paguan pensionistët e sotëm, dhe kur ai del në pension, si pensionist paguhet me sigurimet e atyre që vinë brapa. Tani, ne jemi akoma në një fazë që kemi një hendek shumë të madh midis të shkuarës dhe të sotmes. Dhe problemi më i madh janë pensionet e fshatit. Për arsye se në aspektin e sigurimeve shoqërore ato nuk kanë dhënë kontribut. Në ndërkohë që një tjetër problem është që shumë njerëz kanë ikur. Kanë ikë në Greqi, kanë ikë në Itali, tani u vjen mosha e pensionit. Edhe thonë, ne na del shumë i ulët. Po e vërteta është që ndërkohë ata kanë kontribuar në sigurimet atje, jo këtu. Për këtë arsye është bërë gjithë procesi i njohjes pensioneve me Italinë dhe me vende të tjera dhe dëshirojmë që të ndodhi dhe me Greqinë. Në ndërkohë, duke qenë se nga pamja e ekonomisë Shqipëria po rritet në mënyrë qëndrueshme, gjë që e tregojnë të gjitha shifrat, gjë që e tregojnë të gjitha raportet ndërkombëtare, gjë që e tregon besueshmëria e Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare, ku kemi marrë klasifikimin më të lartë ndonjëherë në historinë tonë, gjë që e tregojnë të dhënat këtu, sot këtu në Cerrik. Ka mbi 300 kilometra kanale, ujitse dhe kullimi që funksionojnë plotësisht. Kur ne morëm detyrën, ju e dini më mirë se ju e keni vujt këtu problematikën e kanaleve të bllokume çdo kilometër. Sot ka 10 herë më shumë sera këtu në Cerrik se ç'kishte kur ne morëm detyrën, edhe si rezultati i faktit që ne kemi mbështetur
bujqit dhe fermerët për rritjen e sasisë së serave. Sot eksportet nga këtu janë shumë më të larta se ç'ishin, sepse prodhimi është më i lartë se ç'ishte. Që tregon që